disa analiza sa që ndrojnë nëpër smartphone dhe janë shifrat friksuese, do të thonë janë shifra të rënda me i pa, sidomos kjo ka qenë në ditë vikendi, nëse s'gaboj ka qenë ditë e shtunë. Që po i shohim edhe atje. Këto janë që i ke... Dita e shtunë, kryesisht, do të thonë janë vikendet, atje është e diel, pra janë 16 orë 11 minuta edhe 12 orë 1 minutë. Dhe të i po këto dhona friksuese, e kemi realizu bashkë me psikologën Rona Loj, që i kemi realizu edhe një ligjerim për nxënës, pikërisht për me diskutu për këtë lloj varësie, dhe kur shohim që kemi fëmijë të cilët brenda 24 ore skrintojmë tyne, nënkuptojnë që janë aktiv 16 ore 11 minuta, po e shohim atje prej rrjeteve sociale që ka 2 minute 12 orë është TikToku. Okej, atje TikToku, po? Do të thonë Snap, Instagram, të kjo pjesa tjetër, sigurisht na i komunikim, na i hallën Zvicra, që po di, që kemi zakona me full gjatë. Jo me hallën dhjetor. Po e bëj kështu në formë pak shrakaje, se është pa mundur, po sigurisht në i fëmijë që e ka shpenzu një periudhë gjatë të komunikimit në formë të lojrave kështu me njëri tjetrin fëmijët nëpër grupet Viberit, edhe disa lojna tjera, por janë shifra shqetësuese, të cilat po i marrim secilën kohë dhe mandej ka rrjedh nevoja e... Jo, po, do të shkojmë edhe te fëmijët posaçërisht, po në përgjithësi kështu, a jemi të varur krejt si shoqëri? Absolutisht. Nuk mund të jenë fëmijët të varur e ne jo. Jo, fëmijët i kemi po ne të varur. Arsyeja, unë shpesh e kom thënë, arsyeja pse targeti personal janë fëmijët, është për faktin që ata janë shumë ma lehtë afektueshëm tek e fundit resol. Gjithë kemi nevojë për edukim edhe emancipim, po ne i rritun që e ka kalu moshën e mitur, në fund ditës ka përgjegjësi personale. Ndoshta për fëmijët kemi përgjegjësi gjithë. Të fillu prej prindërve, shkollave, gjitha institucionet e kemi obligim me të rastu një rrugë më të mbarë, plus të e pas parasysh që ata ende nuk e kanë ndërtuar një stabilitet të vetit, qoftë intelektuale, emocionale, financiare, kështu me radhë, dhe ndryshe është Resul Sinani, nëse e përdor smartphone-in, i cili e ka ndërtuar me gjithat, e ka një familje, e ka bagazhin, karrierën, në fund ditës, jo që arsyetohet varësia, po është një format tjetër krejt e ti. Kështu po të marrë shembull të e postë respektin dhe relacionin. Në anën tjetër, vetë fakti që ne ndihemi, po e quajmë thojza, të friksuar, zakonisht që po na ik diçka kur s'kemi kontakt me telefon, kjo është pyetja që duhet me bëj secili vetës që po na dëgjon. Sa herë që se ka telefonin, a mendon që po ik në informat, kjo është shenja parë e varësisë. Diskutoni. Kjo është pyetja që duhet m'ia bëj secili vetvetes. Këtë ndjesi e kanë të gjithë. Po besoj, kjo është shenja e parë e varësisë, plus me bë me dal prej shtëpisë, edhe me harru telefonin në shtëpi, se të cilin e ka pa ankthi besam. Plus, një diçka tjetër, a e keni parasysh sot kur komunikoj me njëri tjetrin, edhe ti tenton m'ia tregon një informat që duket shumë interesant, edhe thot po bre kum po. S'ki shansa me nxon dikon që se ka informatën. Ti tenton me i thonë. Si e interesant mo. Si e mas interesant për kërkon. Që jo rastisht nëse flasim për statistika, niveli i stresit, ankthit dhe depresionit është në rritje. Për faktin që ankthi është prezent apo rritet niveli i saj në momentin kur ti s'e ke telefonin afër. Apo në një farë forme, ashtu siç thanë edhe kolegët, duket sikur ti je mbrapa në momentin kur ty të ka mungu disa orë që nuk e qenë online apo aktiv për mi pa zhvillimet e fundit. Prandaj është shumë esenciale fakti që na ka njëherë e bojmë edhe një krahasim mes kolegëve që a është njëjtë sikur varësia për substancave narkotike, njëjtë sikur varësia për telefonin. Gjitha varësit i krahasojnë me substancat narkotike. Shumë interesant. Edhe varësin ndaj televizionit, edhe varësin ndaj radios diku. Patjetër, edhe realisht vetëm që në aspektin kemek nuk futet në trup, përndryshe varësitë psikologjike kanë të dyjat. Do të them, të dyja të ndikojnë në